Ndërkohë, si u prit ky fjalimi i Trumpit nga publiku, nga analistët, nuk po flas për krahas politik, por nga njerëzit dhe nga analistët. Marr parasysh figurën e Donald Trumpit që shpesh kontestohet dhe është e papëlqyeshme, është për të theksuar që dhoma përfaqësuese u ngrit shpeshherë në këmbë për ta dorë trokitur edhe në atë kalim që ishte më i gjati në historinë e presidentit amerikan, po në përgjithësi shihet ose më saktë ka një raport që thuhet që 40% partitë e presidentit, pra pëlqyeshmëria e fjalimit të presidentit, partitë e presidentit në zgjedhjet e pasura për janë ato të ndërmjetme të vjeshtësashme humbasin në zgjedhje. Pozitivisht e menduan këtë fjalim rreth 64% e personave që ndoqën, ndërsa rreth 65% mendojnë që politika do t'i çojë gjërat në vendin e duhur. Natyrisht që nëse këtë përqendron tek mbështetësit e presidentit Trump është pothuajse 100% që ata janë dakord. Problemi mbetet tek ata te kategoria e njerëzve të lëkundur që është bazë për situacion. Deri tani nuk padyshim që mund të ketë një humbje të mbështetjes, sepse është normale mbas për shkak se kjo pjesë përqendrohet kryesisht te stabiliteti dhe ekonomia, mund të ketë element që ata i bëjnë pak kënaqje, por nuk duket që të ketë një rëndë të atij sa për të rrezikuar presidentit Trump, pra republikanët më saktë zgjedhjet e ndërmjetme. Pra përgjithsisht zakonisht kjo mbështetje kur bie nën 40% partia e presidentit ose 50-40% e poshtë partia e presidentit i humbet zgjedhjet. Pra në këtë këndvështrim 64% apo 65% është një shifër që mbetet e lartë për të rrezikuar pushtetin ose më saktë për të rrezikuar fitoren e republikanëve në dorë. Padyshim që 100% siç janë mbështetësit e presidentit e republikanëve dhe presidentit Trump janë 100% kundër edhe agresivisht edhe demokratët. Vjet re që është një polarizim ende edhe i dukshëm, por që me këto shifra të paktën deri tani rëndësia e presidentit për të marrë atë mesazhin politik që e dha për ta marrë në votë mbetet e fortë. Bëj fjalë për republikanët, pavarësisht se ne gjithmonë përqendrohemi te Trumpi sepse ai është figura kryesore sikurse edhe për palën tjetër. Denion, dua të ndalem pak sepse nuk kemi pasur mundësi të flasim publikisht në lidhur me të marrë një analizë tënde për përfundimin e procesit gjyqësor në Hag për kërjet e ish-krejt e UÇK-s. Kështu që tani po të lë të bësh analizën tënde. Denion, je ti gjithkohë në ekran sepse dua të dëgjoj këtë fjalë tënde për pretensën, por edhe për mbrojtjen e ish-krejtëve të UÇK-s. Unë kam thënë me kohë dhe bashkë në emision thimi që Kosova duhet ta zhbënda të gjykatë. Problemi është që ne kushtet që ne jemi në këto kushte. Ne bëhemi butak, ne jemi kushtet që Kuvendi i Kosovës apo ata njerëz duhet ta apo qoftë edhe Shqipëria duhet të deklarojë plotësisht nëse është kaq kundër, nëse na hedhi lule në Instagram edhe në Facebook që ne po mërzitemi për komandantët, pavarësisht kanë qenë ose komandant, të thonë po ne nuk e njohim autoritetin e kësaj gjykate, nuk njohim as vetëm kësaj gjykate. Serbia nuk ka problem kur nuk e njeh një opinion këshilli mbëndës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, rasti konkret për Kosovën që njohu si të drejtë ndërkombëtare shpallë pavarësisë. Ndërsa ne themi unë jam dakord që ne të mbështesim, nuk e ç'bën fundi, ne jam dakord që të mbështesim nisma ndërkombëtare siç ishte raporti Dick Martit, por kjo nuk e bën palën që aso kohë ka qenë në delegacion fajtore pse e votoi të dy palët. Jo të mburemi sot që e votuan ata, po ne nuk e votuam sepse delegacioni i Shqipërisë në Kuvendin e Shqipërisë. Pra thelbi është kur ti e di që kjo gjykatë do të ketë problematika të tilla, pse e voton? Pra ç'është ajo mbushje mendje që posinë duhet. Askush nuk të detyron. Serbia me vite me radhë nuk bashkëpunoi asnjëherë me gjykatën e Hagës, mbeti pa aty problem, kushtet mund të jenë të tjera. Serbia ka tjetër mbështetje, po të paktën autoritetin, dignitetin e saj, edhe pse ne nuk ta pëlqen, ajo e mbron edhe në mënyrë të ligë. Ndërsa ne jemi Amin Hoxh, ne i presim njerëzit e Këshillit të Evropës se nuk i tregojmë asnjëherë derën. Ne i themi faleminderit që po mbani dhe po na tregoni drejtsinë e luftës së UÇK-s, ndërkohë që aty ushtria shqiptare e Kosovës është vend bagë akuzuar ose pavarësisht sa ta thonë emrat, po gjykohet një UÇK. Unë pres dhe unë dëshiroj shumë që këta lule mëdhenj të thonë ne nuk e njohim gjykatën e Hagës. Që ata duar trokitsin në Prishtinë që ne e dinim, po pra ne nuk e votuam, sot të nxjerrin një akt për ta shpërbërë gjykatën e Hagës. Dhe jam shumë i sigurt që ashtu sikurse ndodhi me daljen e UÇK-s. Nuk e lënë ndërkombëtare do thuash. Po se lënë ndërkombëtare. Po sapo e nisa më thimi. Sapo e nisa më thimi edhe kur doli UÇK-ja, edhe kur u vra rektori i Universitetit të Prishtinës, terroristë, po pastaj bën palë dhe ulën bisedime.
Pra kjo do njerëz që të mos mburrin të tjerët. Po do njerëz që t'i dalin përballë dhe thonë ne nuk e njohim për këtë arsye. Ne nuk kemi asnjë dokumentim historik që kemi marrë me serbët. Ama ne po vimi mbas na akuzuar. Kupton thimi që ne do kemi këtë njollë për gjithë jetën, që u krijuar një gjykatë e vetë Kosovës për të dënuar vetë luftën e Kosovës dhe vetë ata njerëz që ishin në drejtim të luftës politike apo ushtarake apo organizative, që ne po zhbëjmë, s'kemi shtab, ne po hedhim poshtë të shkuarën tonë, që është ndër më të ndriturat, vërtet ndër më të ndriturat, që nuk pati element të vllavrasjes dhe luftës civile siç e bën lufta nacionale çrimtare, që vram njëri tjetrin për shkak se komunistët nuk pajtoheshin me ata që thonin ballistët apo legalistët, ndërkohë që ne jemi të njësuar për rolin, për mbështetjet e ABÇK-s dhe me vepra pranojmë gjykatën e Hagës. Po mirë, këta meqenëse janë pjesë e kushtetutës, kanë përgjegjësi për të raportuar për një proces të drejtë të ndryshëm? Po si ka mundësi nuk futen mufka? Po si ka mundësi që pranoj dëshmitar që thotë më volli lopën me gjithë mzatin? Po se më deklarim apo dëshmi për të kërkuar dhe gjetë apo provuar provën është vjedhja e lopës me mzatin? Dhe politika jonë thotë që s'ka problem se ne bashkëpunojmë, jo me mos e një, po që se je vendosur, je i drejtë. Merre një vendim dhe fol. Dhe unë këtë e shoh të keqe për të ardhmen, sepse ne do të jemi me njollë duke u cilësuar si njerëz që u dënuan për krime lufte. Ndërkohë që Serbia s'ka bërë këtë. Ndërkohë që Maqedonia nuk e ka bërë këtë. Maqedonia e Veriut, ish Republika Federale e Jugosllavë e Maqedonisë, atë kohë që ishte konflikt. Nuk e ka bërë këtë. Po ne kemi sot e kësaj dite zyrtar veri Maqedonat, shkojnë mes Tetovës, që është qendra e dytë mbas kryeqendrës Shkup shqiptare. Dhe thonë, ju do të mësoni maqedonisht dhe unë do të përgjigjem maqedonisht, sepse ajo është gjuhë zyrtare. Po mirë, atë 20% e shqiptarëve që ti kushtetues nuk e njeh, por kushtetues është e njëjta gjë thimi. Ata paketën e Ohrit ende nuk e kanë bërë pjesë përbërëse të njësuar kushtetutës. Dhe ne duhet të jemi ata që mbrojmë gjithmonë, themi për se ka problem shumë, ka problem atë që ne jemi butak, që ne kemi frikë, ne ruajmë postet tona. Ne vime bëjmë vizita kudo, jo për interes. Hajde nuk po e them për atë interesin e bukur që na ka marrë.